Alo, zemra si e ti? Zysha si e si ka A mu zysha si t'kam? Mirë. Si ke qënë? Je i zënë ti tashi? Jo, tani thjesht të dalë, pak se më ka ardhllaj. Shumë mirë. Shiko, unë do i bje qik shkurt, se kam diçka shumë të rëndësishme për të tënë. Okej. Më ka ardhur një ofertë. Po. Po na ka ardhur për të dy. Oh, okej. Më kanë marrë nga Topi, nga Bigu. Dhe më kanë thënë që na kanë parë ne, mban mend atë reelsin që kemi bën në Instagram. I ka pëlqyer shumë energjia dhe më tha na ke relatat mira me Xhetin, e thash po, unë kam shumë shok, i thash unë. Dhe më tha, a do pranoni t'ju tha nesër në orën 5 të pinim një kafe te studiet e Topit, edhe të flasim pak sepse kemi qef t'ju kemi si një konkurrent i vetëm. Ti si mendon zemra, se unë i thash po pyes dhe Xhetin se unë tash se di. Then we have to discuss this. Ja. Slay. Yes. Po ti si mendon ti mendon që po? Jam me dyshime, po më shumë anon nga poja. Po shiko se mund të ishte mundësi e mirë se Po pra, pikërisht. dhe ne njohim disa nga konkurrentët aty. Po. Në një konkurrent, valla, do jemi vetëm Do ishte mundësi. sakrifica është për E një. mirë, tepër e mirë bile. Shiko se ne do jemi bashkë, kupton? Ne do jemi një konkurrent i vetëm. E di. Jo në vete, Po. po do ishte mundësi shumë e mirë. Do Promovimi ishte shumë mundësi. promovimi është për një tek punë. Po, është një konkurrent i vetëm ka ndodhur. Thuaja, promovimi është për Sepse po, promovimi është vetëm për, domethënë për një tek. Se shiko, mund na vinë shumë mundësi të mira kështu për këngë, për bashkëpunime, për gjëra, e kupton? Unë nuk e di. Dihet të futemi për aty neve për shembull? Shiko, ata në qoftë se besoj pas vitit 3. Me 3 janar besoj. Me 3? Po, me 3. I takon të shtunën tjetër. Ti domethënë je gati që ta bësh këtë gjë nëse do pranosh? I mean, hell yeah. Zemra, e di kush është që na ka bë ftesën? Ah. Gjiljola? Edhe Angeli.